Lajmi kryesor që presidenti është në hetim në SPAK, ë? Po. Është në SPAK. Do t'jap dorëheqjen. Kam informacione kështu. Do t'japi dorëheqjen. Si Ilir Meta, do shkosh në burg. Kur i kam thonë Ilir Metës nuk e ka besu vet. Për çfarë bëhet fjalë? Ja ke thonë Ilir Metës. Po. E kam thënë në emision tjetër që mos bim përsëritje. Është budi në Shëngjin, i shenjti Gjin, një nga 11 shenjtor. Është budi Sarand në dienin time. Edhe dikush e ka incizuar aty mbrojtjen e presidencës ku dëgjon se çka ka bëu, ka qenë të shkuën toalet atë diçka e tillë. Nuk se s'mund ta themi komplet. A është e vërtetë apo jo, po thashë themi çarkullon. Thotë presidenti shkon në toalet, çfarë problemi ka? Njëri është presidenti, do shkojë në toalet. Morë ju? Jo, po toaleti një vap është mrena kuadrantit. 4 metra katrore. E ke aty, mos dalësh dot. Ku e velia sot. E jon? Të thash do të shkosh në burg. Kujtohet. Çka ka bëu presidenti, ç'është kele ka bëu më se presidenti më. Presidenti do jap dorëheqjen. Ç'a duhet? Japi dorëheqjen, do shkojë në burg. Duhet ta japi dorëheqjen. Nëse jep dorëheqjen sonte, nuk do t'i vej më afat. Se jena edhe në prag zgjedhjeve. Ora e shkelin nenet 13, 60, 90, 113. Prit 15. Jo. Çfarë nene janë se? Ne Kushtetues së Republikës së Shqipërisë. Ç'a bëhet fjalë? Po. Bëhet fjalë nga zgjedhjet dhe si presidenti nuk mund të bëjë dekretime të jashtëligjshme jashtë kushtetutës. Për njohjen e zgjedhjeve? Po patjetër. Është në shkelje për Tiranën. Sepse nuk është e zauruar akoma vendimi i gjyqësorit në shtetin e së drejtës, nëse do të funksiononte, për çështjen e Veliajt. Unë jam, domethënë me Velian, unë jam kështu ç'a them. Kur jam burg, e të vjedha gjinafa, shkatroi familje. Presidenti Bajram Begaj, pse nuk e jep ky dorë? Ala smarrova me këtë dia? Jo, më thej për Ilir Metën që ne kam konflikt interese tani, unë jam çuni Baramit, unë du me fut Baramin tjetër tani të shkon. Nuk shkon, ëh? Pa të lutem shumë tash.